Sara dhe Bardhi janë çifti më i përfolur i estradës shqiptare. Themi kështu sepse lidhja e tyre që u formua brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri u kritikua jashtëmase, por ata treguan që dashuria mbizotron në çdo moment. Ata tani më janë bërë prindër të një vajze, e cila me 5 mars mushi plot 3 muaj jetë. Me këtë rast, Sara ka publikuar disa fotografi të veçanta për të shënuar këto momente rëndësishme në jetën e tyre. Për më tepër, Neja ka thënë për herë të parë fjalën mam, duke emocionuar Sarën, e cila ndau këtë ngjarje me ndjekësit e saj në Instagram. Neja erdhi në jetë me 5 dhjetor 2024 duke e bërë çiftin prindër për herë të parë. Këto momente të veçanta tregojnë për lumturinë dhe për kushtimin e Sarës dhe Bardhit ndaj vajzës së tyre, Neja. Sot në 8 mars, Neja më bëri dhuratën më të bukur si nën. 3 muajsh dhe 3 ditë, pasi s'po më shihte, thirri 3 herë mam. Mund t'i bëja këtë video të shkurtër si kujtim. Jam në lot, mamush i vogël, shkroi Sara në profilin e saj në Instagram. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.